Përshëndetje dashur miq, jemi sërish në Institutin e Gastronomisë Royal. Tashmë jemi me një recetë tjetër, konsiston një recetë të ëmbël që i përket panna cotta. Panna cotta një gatim i thjeshtë, le të themi, por dhe ajo kërkon një procedurë të saktë gatimi. Konsiston në një produkt që është panna, qumshti, vanilja, qoftë flur, qoftë edhe shkop vanilje, dhe më pas duke përshtatur sipas dëshirës tonë dhe shefit kuzhinës që ai ka dëshirë. E kemi përshtatur me disa fruta të ndryshme që ne mund të kemi mbetje në disa receta të saktura dhe i shfrytëzojmë në maksimum në pjesën e shijes që mund t'i japim panna cottës. Në këtë rast kemi marrë silikon në formatin e zemrës dhe do ta prezantojmë në pjatë. Fillojmë nga procedurat pa humbur kohë. Ja për dashur miq, kjo ishte receta për sa i përket ditës sotme, panna cotta e përshtatur me frutat e fillit dhe me një krustë bajamesh të ndryshme, sa për t'i krijuar një thekrisje në shijimin e gatimit tonë. Faleminderit për vëmendjen dhe bashkë miru takofshim në receta të tjera të ndryshme që do të prezantojmë.